Panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë vjen për të 4-tin vit radhazi në Lushnjë nën organizimin e Iceberg Exhibitions, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkisë Lushnjë dhe shumë institucioneve, organizatave e kompanive të tjera shqiptare dhe të huaja. Panajiri do të zhvillohet në datat 23, 24 dhe 25 prill, ku do të promovohen prodhimet bujqësore të zonës dhe jo vetëm. Hapja zyrtare për publikun do të bëhet në datën 23 prill ora 9. Drejtuesja e Iceberg Exhibitions, Eneida Sheku, flet për të rejat që sjell këtë vit ky panajir. Jemi në edicionin e 4 të panajirit Ditët e Bujqësisë, është i 4-ti vit që organizojmë në qytetin e Lushnjës, njohur edhe si hambari i bujqësisë shqiptare, duke shpresuar që kemi një edicion të suksesshëm. Jemi në përgatitjet e fundit, siç e shikoni, gjithë stafi është i angazhuar për të krijuar një sallë sa më mikpritëse, qoftë për pjesën e ekspozuesve ashtu sikurse edhe për vizitorët. Sot në orën 4 do të bëjmë ceremoninë e zyrtare të panajirit me pjesëmarrjen e personaliteteve më të rëndësishme të politikës dhe të qeverisë shqiptare, të cilët do të përshëndesin këtë iniciativë që vjen nga Iceberg Exhibitions për të 4-tin vit në Lushnjë. Ne shpresojmë që të jenë 4 ditë të mbushura me takime për ekspozuesit, duke filluar nesër, pas nesër dhe ditën e premte do të jetë aktiv dhe i hapur për publikun e gjerë panajiri. Ftojmë sa më shumë fermer, vizitor nga i gjithë vendi, jo vetëm nga Lushnja, Fieri dhe zonat përreth, por edhe nga vendet të tjera të vinë të zbulojnë çfarë kanë përgatitur ekspozuesit për këtë panajir. Ekspozuesit i kemi nga Shqipëria, nga gjithë vendet, kemi pjesëmarrjen e mbi 10 bashkive në panajir, po ashtu sikurse edhe nga Hollanda, kemi kompani që vinë nga Hollanda, të incentivuara nga ambasada hollandeze, nga Gjermania, nga Greqia e kështu me radhë. Mirëpresim nesër publiku në orën 9 hapet panajiri, do të bëjmë një hapje zyrtare edhe nesër në mëngjes, kështu që janë të gjithë të ftuar, nuk duhet ta humbisni mundësinë për të ndjekur panajirin më të madh dhe të vetëm të bujqësisë në vend. Panajiri Ditët e Bujqësisë me rreth 100 kompani ndihmon në zgjerimin e kontakteve, njohurive dhe bashkëpunimit për ata që e kanë jetën dhe punën të lidhur me sektorin e bujqësisë. Për të 4 vit radhazi, kompania Iceberg Exhibition ka sjellë në Lushnjë panajirin Ditët e Bujqësisë, ku nga partnerët kryesor janë Bashkia e Lushnjës dhe Ministria e Bujqësisë. Jam shumë e lumtur që nga viti i parë deri në vitin e 4 që ne do të zhvillojmë këto panajir, kemi një rritje të bizneseve të cilët janë bërë pjesë e këtij panajiri, nga 85 subjekte të vitit të kaluar, këtë vit kemi më shumë se 100 subjekte, çfarë do të thotë dhe suksesin e këtij panajiri. Patjetër që ky panajir është një nga eventet më të rëndësishme të bujqësisë në rang vendi dhe patjetër që unë jam e lumtur që zhvillohet pikërisht në Lushnjë dhe që kanë zgjedhur pikërisht Lushnjën, e cila është dhe zemra e bujqësisë. Patjetër që ky panajir i sjell një vëmendje Lushnjës, patjetër që ka shumë pjesëmarrës të cilët ndikojnë edhe në ekonominë e Lushnjës, por ajo që është më e rëndësishme është që shumë kompani do të kenë të mundësi që të kontaktojnë me fermerët lushnjar në mënyrë që të lidhin kontratat e tyre, që prodhimet e fermerëve punëtor të Lushnjës të kenë mundësi të shiten jo vetëm në tregun vendas, por dhe në atë ndërkombëtar, duke qenë se ky është panajir ndërkombëtar dhe pjesë e bizneseve të cilët janë pjesë e këtij panajiri vinë edhe nga vende të ndryshme të Europës. Kështu jam e bindur që edhe këtë vit do të kemi një sukses të shtuar.